Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të sjellur këtë herë një histori shumë të dhimbshme. Do të ndaloj tek historia e zonjës Qamile, me shumë ankth, me shumë stres, por me një besim të plot, zonja Qamile ka shkruar historinë e saj. Unë jam Qamilja, bie të Pelenës, lindur në një shtëpi modeste, ku fjala e dhënë vlente sa një jetë. Rita veten me punë, me nder dhe me shpresë. Dhe kur më erdhi koha të dashuroj, i dhash zemrën një burri që mendova se do të më ishte mbështetje për jetë. Eca drejt tij me besim, me pasion dhe me gjithatë që një grua mund t'i falte burrit të jetës së saj. Por nuk e dija që pas vitesh, ai njeri që e quaja burr, do të më shkatronte. Jo vetëm zemrën, por edhe jetën. Ai ishte mashtruesi i ëndrave të mia. I mbajta si sytë e ballit ato pak florinj, dhurat nga prindërit e mi. Kujtimi i dashurisë së parë, krenaria ime femrore, ishin gjithçka që kisha, një pasuri që më jepte siguri në një jetë të pasigurt. Dhe ai, burri im, i vodhi, i mori fshehurazi edhe i shiti. Dhe jo për të mbështetur bukën e fëmijëve tanë, jo për të paguar një borxh, jo për të shpëtuar ndonjë hall, por për të blerë një banesë për dashnoren e tij. Po kështu u thye besimi im, jo me britma, jo me goditje, por me një pabesi që të pret si thik në mish. Më la pa fjalë, pa mbrojtje, pa dinjitet. Kur i dola përballë me fakte, me prova edhe me lot, ai buzëqeshi dhe mohoi. Edhe sot në këtë mosh, 50 vjeç, më thot je e çmendur. S'ka ndodhur asgjë. Dhe më ngjan si një fantazmë që endet në shtëpinë time. I ftohtë, i huaj, i pabes. E shikoj çdo ditë dhe më duket sikur jam burgosur në një jetë që nuk e zgjodha. Ai nuk kërkoi ndjes, nuk u pendua. Ai vazhdoi të flej në krevatin ku dhimbja ime është bërë dyshek. Dhe çdo mëngjes kur zgjohem, e ndjej që jam në burgun e një martese të djegur. Në shtëpinë time nuk ka më dashuri, ka vetëm heshtje. Dritat e fikurat e një dashurie që nuk ekziston më. Dhe brenda këtyre mureve jam bërroja e një vuajtje që nuk ka fund. Ai është aty, por nuk është. Më kalon pranë si hije, dhe kur më shikon në sy, nuk sheh më gruan që i dha jetën, por një pengesë që i ri mbi ndërgjegje. Ndonjëherë dua të bërtas, të largohem, të marr gjithçka dhe të iki, por më ndalojnë fëmijët, më ndalon zemra e nënës. Kam fëmijë, edhe çdo ditë i shikoj teksa rriten në këtë mjegull, në këtë ajër të rënd ku dashuria mungon dhe e vërteta është mohuar. Më dhimbsen, sepse e di që meritojnë më shumë. Një shtëpi ku buzëqeshja nuk është një maskë, një nën që nuk qan në heshtje, një baba që nuk gënjen. Por nuk pata zemër t'i lë pa një stre, nuk pata forcë të jem egoiste. Zgjodha të vuaj unë, që ata të kenë pak më shumë stabilitet, pak më shumë qetësi, pak më shumë jetë. Unë jam Qamilja, nuk jam e thyer, jam grua dhe kam ende zë. Po jam e lodhur, po jam e lënduar, po kam përjetuar tmerrin e tradhtisë, mohimin, tohtësinë për buzjen, por jam ende këtu. Sepse në këtë dhimbje kam një zemër që nuk është dorëzuar. Ndoshta s'kam më iluzione për dashurinë, por kam dinjitetin tim.
dhe dua që bota të dëgjoj që në këtë vend, në këtë qytet, në këtë botë, ka ende gra që vuajnë në heshtje. Ka ende nëna që flen në dhoma të ftohta me burrat huaj që dikur i donin. Unë jam një prej tyre dhe s'kam turp nga historia ime, sepse unë jam zonja Qamile edhe kam përballuar ferin me kokën lartë. Kjo është historia e dhimbshme e zonjës Qamile, një grua e cila duke besuar pafund që bashkëshorti i saj i jepte jetën për të, duke besuar në martesën që ajo kishte, duke sakrifikuar gjithçka, duke lënë ëndrat e saj, duke lënë dëshirat e saj, duke lënë pasionet e saj, duke i besuar një djalit, një burrit, ajo në fakt humbi të gjithë ëndrat kur e zbuloi tradhëtinë e bashkëshortit, i cili kishte vjedhur Florind nga shtëpia dhe ja kishte shitur. Do të thënë lëre që të tradhton, por edhe të dëmton. Dhe në këtë rast, Qamilja është shumë e lënduar se si munda t'i besoj një njeriut të cilin e futa në krevat, ja tregova intimitetin tim, kryeta marrëdhënie intime me të, bëra fëmijë, krijova një familje dhe ky personazhi që unë personalisht dua të bëj një jetë të bukur, ky njeriu është personazhi që mua më lëndon në shpirt edhe ma kthen me këtë monedhë. Kjo ishte historia për të ndarë me ju dhe uroj që zonja Qamile të merr veten dhe të kupton se bota nuk është një njeri, por ka shumë njerëz të bukur brenda saj që mund të t'japin atë që t'ka munguar ndër vite.